Kjo është gjendja e njërës prej shtëpive të familjes Rahmanaj në Bubël të Malisheves, pas vërshimeve të cilat ndodhen mëngjesin e sotëm të datës 6 janar. Në këtë vend, familja Rahmanaj ka qëndruar gjatë ditës, ndërkohë siç po e shihni, vendi është imbuluar tërësisht me ujë. Madje në orët e para të mëngjesit, sasia e ujit këtu brenda kësaj shtëpie ka qenë në nivele edhe më të mëdha. Si pasojë që lumi Mirusha ka dalë nga shtrati, në gjendje të këtillë janë edhe 5 shtëpi të familjes Rahmanaj. Pas depërtim të ujit edhe në katën e parë, sidomos në 2 vendet ku është qëndrimi ditor. Jemi mundu, që këna mujt kemi bonda të kthejsa dhe hotele që kemi këtu, jemi mundu të me i ru dhe e kemi që pak manel, pak nuk i ka rok shumë edhe ujë mirë, po ka dëmtu, që për shumë laminati dhe lavatrice për shumë dhe ka prejkë ujë këtu në katën e parë. Gjendja është bukur shumë e rënduar që nga orët e para të mëngjesit dhe kur kanë filluar reshjet dhe gjitha ekipet komunale janë në terren në vëzhgim të situatës dhe monitorim të situatës, sigurisht edhe për ndërhyrat që ka nevojë dëmet janë të konsiderueshme në ekonomitë familjare kryesisht, në biznese, por edhe në prona, kulturat bujqësore, ato që kanë qenë të mbjella, janë të ndëmtuara bukur shumë. Reshjet kanë qenë të mëdha dhe gjithashtu kemi pas gjatë gjithë ditës kemi pas probleme edhe në infrastrukturën rrugore, përkatësisht në qarkullimin e vetura, pasi një pjesë e madhe rrugë ka qenë të bllokuara ose me vështirësi të kalueshme për vetura. Cilat kanë qenë zonat më të prekura nga vërshimet? Zonat më të prekura kryesisht janë zonat përgjatë ose vendbanimit që shtrihen përgjatë lumit Mirusha, por edhe për rrogave tjera që janë në territorin e komunës sonë. Do më thonë fshati Ban, Bellanic, Malishev, Mirush, Lubisht, Turjak, Damalek, Bubël ka qenë më të rrezikuara ose ka qenë situata më problematike.